Programit të drejt për drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në studion tonë do të flasim për veprimtaritë që presin të zhvillohen në qytetin tonë në këtë sezon veror. Natyrisht ato janë vazhd e veprimtarive të shumta kulturore që Bashkia e Shkodër dhe partnerët e saj kanë organizuar që me fillimin e vitit dhe që do të pasojnë me të tjera veprimtari. Por për të diskutuar rreth këtyre veprimtarive, unë sot në studio kam ftuar zonjën Brunilda Leshi. Mirëmëngjes Brunild. Brunilda është përgjegjëse e artit dhe trashëgimisë kulturore dhe zonja është Winifrida Gazullin, përgjegjëse e arsimit të rinisë dhe sportit. Mirë se erdhe Winifrida. Nadia, mirë. Më pëlqen që studio jonë ka marrë një fytyrë tepër femërore në këtë fillim të mëngjesit që gjithsesi shpërndan shumë çka edhe tek dëgjuesit që na ndjekin. Natyrisht do desha një panoram të këtyre veprimtarive të cilat shpresoj kanë një interes gjithëpërfshirës sepse janë mjaft atraktive për ardashtit, por edhe për spektatorët e gjë. Faleminderit shumë për ftesën. Është për ne është shumë e rëndësishme që her pas here në krah me median të shfaqim punën tonë. Ajo është e dukshme. Kultura në Shkodër është e dukshme, pasi i dedikohet një publiku shumë ardashës, i dedikohet një qyteti i cili nuk jeton dot pa artin, pa kulturën, pa sportin gjithashtu. Sigurisht, Bashkia e Shkodër sapo mbylli një sezon 6 mujor shumë të ngjeshur me aktivitete të traditës, të cilat në Shkodër organizohen tashmë prej vitesh, por edhe aktivitete të cilat po tentojmë t'i kthejmë në traditë, siç është rasti edhe i takimit ndërkombëtar të orkestrave frymore, që ishte një aktivitet i cili sjell në Shkodër disa trupat aktive, jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të Mahalit Zi e më tej. Sepse në të vërtetë Shkodra ka një traditë të hershme dhe më vjen mirë që është tërhequr përsëri, domethënë ka tërhequr vëmendjen dhe këtë aktivitet e ka sjellë në Shkodër. Dhe ne tentojmë të rikthejmë në vendin që i takon aktivitetet që i takojnë Shkodrës. Siç mund të përmendim karnavalet, ditën e luleve, të cilat janë pjesë të aktiviteteve të traditës të Shkodrës, të cilat ne mundohemi në bashkëpunim me partnerët, me subjekte kulturore, të cilat bashkëpunojnë me Bashkinë Shkodër, të sjellim më të mirën, duke sjellë ndryshime sigurisht çdo vit përmes aktiviteteve të integruara brenda këtyre hapësirave. Për të vazhduar më pas me festivalin mbarkombëtar të fëmijëve, një aktivitet unik në Shqipëri, një aktivitet i cili pasuron repertorin e muzikës të këngës për fëmijë me këngë shumë cilësore, me artistë dhe fëmijë shumë cilësorë, të cilët vinë jo vetëm nga Shkodra, por nga mbar Shqiptaria, nga Mali Zi, Kosova, Maqedonia e tjerë, dhe vinë të gjithë në Shkodër. Kompozitor të klasit parë, të cilët kompozojnë për fëmijë duke lënë një pasuri shumë të madhe gjithë Shqipërisë. Aktivitetet e tjera janë zhvilluar edhe në teatrin Migjeni, por edhe nga institucionet e varësisë të Bashkisë Shkodër, institucionet kulturore të Bashkisë Shkodër. Mund të përmend këtu aktivitetet të cilat të zhvillohen pothuajse çdo muaj, ekspozita të cilat zgjasin disa javë në Galerinë e Arteve, gjithashtu aktivitete janë zhvilluar edhe pranë muzeve tonë, që janë Muzeu Historiko Sokuka, vendi i dëshmisë dhe kujtesës, i cili ka një destinacion tjetër, por i cili kontribon në një mënyrë shumë të mirë për të pushuar historinë e parademokracisë, historinë e komunizmit tek brezat e ri, përmes aktiviteteve promovuese dhe përmes aktiviteteve informuese. Është një institucion i cili gjatë gjithë vitit ka në bashkëpunim edhe me institucionet arsimore, ka aktivitetet të cilat janë mbi këtë temë.
Pastaj kemi shumë aktivitete argëtuese, aktivitete të cilat janë të formateve më të vogla, sigurisht, por që i japin qytetit një gjallëri dhe sigurisht Ndërkohë, Stina e Verës tingëllon më free, më këndshme në kuptimin e hapësirave. Tashmë salla është më transparente, janë sheshe, janë vende që ju do të na zbuloni, që kanë një relief të caktuar. Hap pas hapi do të zbulojmë diçka se çfarë do të ndjekim në këtë verë. Vera gjithashtu do të jetë ngjeshur me aktivitete, sigurisht, siç thatë edhe ju, do e fillojmë me disa koncerte rinore, do e fillojmë me disa koncerte të përmasave më të thjeshta, më argëtuese, më pranë të rive, më pranë publikut. Ato titullohen koncertet e verës, nuk janë aktivitete të traditës, por janë kthyer tashmë prej 5 vitesh, janë kthyer në aktivitetet e traditës. Janë koncerte të cilat realizohen në pika të ndryshme të qytetit dhe këtë vit grupet rinore, grupet e muzikantëve të rinj do të performojnë në disa vende, duke filluar nga Sheshi Nën Tereza, pastaj në për pedonale të ndryshme të qytetit. Sigurisht do prezantohen rast pas rasti për çdo koncert, por fokusi kryesor i këtyre koncerteve është dhënia e hapësirës për të rinjt dhe për muzikantët të cilët duan të bëhen profesionistë. Pra, me sa po kuptoj këto koncerte, duke qenë tepër të lira, do të thotë me një lirshmëri që i prezantohet vetë moshës, janë si thua një shkallare për që këto të rinj të marrin vërtet një hap më të guximshëm në rrugën e tyre artistike. Këto grupe të rinj janë nga Shkodra, do të tërheqin edhe të tjerë. Kryesisht koncertet e verës i dedikohen të rinjve të qytetit. Sigurisht do të ketë edhe të ftuar nga vende të tjera, por edhe subjekti me të cilin ne bashkëpunojmë në këtë rast, që është Piano Bisha, edhe subjekti tenton të jetë pak lokalist në lidhje me këto koncerte për t'i dhënë mundësinë të rinjve shkodran që të performojnë në këto koncerte. Kjo është edhe të rinjve shkodran që ndoshta nuk jetojnë në Shkodër, por që janë të talentuar, që kanë një të ardhme sigurisht të shkëlqyer përpara, por ende nuk është dhënë ajo mundësia e skenës. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për ta dhe besoj se është mjaft entuziaste që këto të rinj, të cilët nuk janë krejt të pakët, përderisa do të organizohen. Kemi shumë. Dhe cila është muzika që ata do të performojnë? Atëherë, tek koncertet e verës do të ketë disa zhanre, do të ketë muzikë rock, do të ketë alternative, pra alternativa të ndryshme, do të jetë një natë do t'i dedikohet muzikës blues. Pra do të ketë zhandre të ndryshme muzikore të cilat vetë të rinjt i performojnë ndoshta edhe kur mblidhen thjesht me shoqërinë, por nuk kanë patur mundësi ti performojnë nëpër skena. Dhe kjo besoj është një mundësi shumë e mirë. Dhe sheshet ku ato do të performojnë janë në qendër të qytetit? Në qendër të qytetit do të jenë nëpër pedonalet, nëpër komplet linjen e pedonales, duke filluar nga Koli Dromeno për të vazhduar pastaj tek rruga 13 Dhjetori. Gjë interesante. Winifreda, e cila ka sektorin e arsimit, rinisë, sportit, natyrisht është e përfshirë në sektorin tuaj, veprimtaritë e verës. Çfarë mund të thoni për ta? Sparit faleminderit për ftesën, sepse është gjithmonë kënaqësi të kthehesh në një radio ku të gjithë ne që kemi lindë dhe jemi rritur në këtë qytet e kemi ndjek. Dhe së dyti duhet të theksojmë diçka shumë të rëndësishme, sepse ky vit për qytetin është një vit shumë i rëndësishëm, sepse është qendrjetori i themelimit të shoqënisë Vllaznia. Dhe kjo shoqëni duhet ta theksojmë patjetër, nuk është vetëm sporti, është gjithë kultura që përfshin patjetër edhe sportin të këtij qyteti. Dhe 100 vite histori patjetër që është një peshë shumë e madhe dhe një kënaqësi absolutisht shumë e madhe që për drejtorinë tonë të organizojmë aktivitete të cilat kujtojnë dhe janë një memorie e të gjithë atyre që hollën themelet e para dhe ngritën dhe çunë përpara disa disiplina të rëndësishme që vazhdojnë akoma sot.
Ne në fakt vitin e filluam aktivitetin e parë I cili ishte pikërisht me datën 16 shkurt, që është edhe themelimi I shoqënisë, dhe filluam në një nga institucionet tona të varësisë në bibliotekën e qytetit, që hapëm një ekspozit modeste, por në të cilën shumë personazhe të cilët janë apo nuk janë gjetën veten shokët, miqt, familjarët. Pas kësaj ne patme një aktivitet po ashtu të rëndësishëm në Teatër Migjeni, ku ju dha një falenderim nëpërmjet një falenderim zyrtar sigurisht atyne që kontribuojnë dhe vazhdojnë të kontribuojnë në këto disiplina. Dua të theksoj me shumë kënaqësi se ishte shumë e thjeshtë që për çdo disiplinë të evidentonim dhe të falenderonim, të jepnim minimalisht një mirënjohje atyre që kontribuone në disiplina siç është ciklizmi, shahu, boksi, etj. Ne në fakt vitet e fundit po kthejmë atë që është risi, po mundohemi ta kthejmë në traditë dhe që është aktivitete rinore por sportive. Dua të theksoj që vetëm në Sport Klub Vllaznia, që është po ashtu një institucion varësie, për momentin ka më shumë se 500 të ri aktiv që merren me sport. Duke përfshirë edhe akademinë e futbollit janë më shumë se 1000 apo 2000. Dhe kjo është një numër shumë I madh, sepse patjetër ky është qyteti në cilin absolutisht shumë fëmijë të moshave të ndryshme, por edhe të ri vazhdojnë të merren me sport, duke lënë një traditë atë edhe të 100 viteve. Ajo që kam dëshirë me theksu është gjithë përfshirja e atyne që na ndihmojnë për me zhvillu aktivitetet, sepse patjetër po institucionet tona të varësisë apo po trajnerë të cilët janë ekspert të fushave përkatëse do të ishte shumë e vështirë. Për këtë arsye deri tani ka qenë shumë e thjeshtë të evidentojmë edhe ato të cilët kanë kontribuar, duke rënë në një dakordsi patjetër me shumë kënaqësi për emrat të cilët kanë bërë histori. Gjithashtu ne po përgatitemi sepse në fundjavën e fundit të korrikut kemi një aktivitet I cili në fakt nuk është aktivitet thjesht rinor apo sportiv, por është edhe një aktivitet I cili synon të promovoj jo vetëm vlerat, jo vetëm plazhin, por edhe disa pjesë të qytetit të cilat është e nevojshme që edhe ato nga jashtë të vinë dhe t'i shohin. Është beach volley. Është një aktivitet I cili zhvillohet në plazhin e Velipojës, në njësinë administrative e Velipoj, dhe ku zhvillohet për të 4 vit rrallazi. Ka një pjesëmarrje absolutisht të kënaqshme nga sportista dhe jo vetëm amator, dhe sportistat të cilët vijnë jo vetëm nga qyteti jonë, por edhe nga jashtë qyteti, por edhe nga jashtë Shqipëria. Interesante. Kjo është një kënaqësi sepse ky aktivitet mbledh sportistat të cilët ndoshta gjatë gjithë vitit takohen vetëm aty, sepse të gjithë pastaj shpërndahen në ekipet e tyre për të luajtur brenda apo jashtë Shqipërisë. Janë edhe shkodrantë të cilët vinë nga qytete të ndryshme të Europës dhe kanë absolutisht dëshirë që të jenë pjesë e këtij aktiviteti dhe të organizosh një aktivitet të tillë për te I lodhjes është një kënaqësi shumë e madhe. Në fakt të organizosh edhe skuadra si thuash ad hoc, po përmendi një term ndoshta jo shumë të përshtatshëm për sportin, por gjithsesi ato janë skuadra që krijohen për një periudhë të caktuar dhe konkurrojnë me njëra tjetrën, ndeshen. Do të jetë një mini kampionat, do të jetë një vazhdim dhe aktiviteteve të përditshme gjatë një periudhe, si do të organizohet? Për sa I përket këtij aktiviteti, ne në fakt vit pas viti edhe kemi sofistikuar atë, sepse ne kemi arrit që vjet që regjistrimi të jetë online, që çdo gjë të bëhet e hapur, por edhe e paramenduar si thua. E paramenduar patjetër, sepse ne që dje kemi organizuar skemën se si do të zhvillohet aktiviteti. Ky aktivitet ka edhe fituesa, kështu që ky aktivitet është tamam një kampionat I cili zhvillohet 3 ditë rresht. Dhe ka konkurrencë, dhe ka shumë konkurrencë. Do të organizohet në plazhin e Velipojës. Në plazhin e Velipojës. Pjesëmarrësit janë pushues h për h, do të vinë. Në fakt kur ne filluam në vitin 2016, tham që aktiviteti është I hapur për amatorë dhe sportistat, dhe në fakt vitin e parë ashtu ishte, por duke qenë se konkurrenca ishte shumë e madhe, që në vitin e dytë, aktiviteti filloi dhe pjesëmarrja ishte shumë e madhe vetëm nga sportistat. Dhe kështu që është bërë pothuajse një kompeticion me sportistash. Që mund të quhet edhe profesionist. Absolutisht po.
Gjë shumë e bukur. Do të ndalemi përsëri në aktivitete të tjera, ndërkohë le të kalojmë tek përsëri tek kultura, e cila ka të tjera tregues, të tjerë aktivitete që kanë vazhdën e tyre në traditën e tyre. Janë aktivitete të cilat mezitshpritën të ndiqen, të zhvendosemi pak nga Shkodra, por jo nga Bashkia e Shkodrës, për të qëndruar në Zafest. Atëherë, Bashkia Shkodër organizon për të tretin vit me radhë festën e trashëgimisë kulturore, e cila këtë vit na risjell në territorin e Bashkisë Shkodër Zafest. Zafest, i cili organizohet nga këngëtari i mirënjohur Vlashen Sata, me bashkëpunëtorët e tij sigurisht. Një ndër bashkëpunëtorët kryesore është këngëtarja fuaqe e njohur Elina Duni. Edhe këtë vit Zafest do të organizohet në njësinë administrative Theth. Atje do të ketë përveç pjesës artistike, përveç pjesës të koncertale, pra koncerti i fundit, këtë vit Zafest do të zgjerohet në aktivitete 3 ditore, të cilat do të përfshin sigurisht pjesën e artit muzikor, pjesën e artit skenik, të poezisë, do të ketë të ftuar muzikantë shumë të mirë nga bota, muzikantë të njohur ndërkombëtarisht, të cilët lëvrojnë muzikën që ky festival sjell. Do të ketë surpriza të tjera, patjetër, do të ketë aktivitete rinore të cilat gjatë 3 ditëve në Theth do të sjellë një gjallëri tjetër dhe sigurisht duke promovuar edhe territorin e asaj zone e cila është një ndër zonat më të jashtëzakonshme që Shqipëria ka. Natyra, qielli, malet, yjet, do të zhvillohet në mbrëmje aktiviteti? Atëherë do të ketë për 3 ditë me radhë, do të ketë aktivitete edhe gjatë ditës, të cilat përfshin, thash, janë aktivitete rinore të cilat do të ketë edhe yoga këtë vit, do të ketë edhe lojra popullore, patjetër, do të ketë edhe promovim të kulinarisë të vendit, do të ketë, pra janë elementet të cilët tentojnë të thrasin sa më shumë turist në Theth gjatë këtyre ditëve. Këtë vit Zafest është parashikuar të zhvillohet në datën 2, 3 dhe 4 gusht, dhe prandaj besoj se është do të ketë një pjesëmarrje sigurisht mirë, sepse pronotimet tashmë kanë filluar dhe janë drejt fundit. Megjithatë, unë i bëj thirrje edhe sidomos të rinjve të jenë pjesë e këtij aktiviteti shumë të veçantë. Në fakt, meqense Zafest është një aktivitet që mbështetet tek arti burimor, por ndërton mitës, siç është për shembull muzika që bën Elina Duni apo Vlashen Sata dhe artistë të tjerë, natyrisht, duke parë traditën e viteve të tjera, sa ka tërhequr vëmendjen qoftë edhe të banorëve të zonës, por edhe të ftuarve të tjerë që vinë jo vetëm në Shkodra, me sa kam ka informacione edhe nga vitet e ardhshme. Atëherë, sigurisht viti i parë ka qenë viti i surprizës. Për të vazhduar më pas me vitin që shkoi, sigurisht besoj edhe këtë vit ka patur rritje edhe në numrin e pjesëmarrësve, jo vetëm të vetë banorëve, por edhe nga Shkodra dhe përtej qytetit të Shkodrës. Jo vetëm Shqipërisë, por ka spektatorë të cilët vinë të ndjekin Zafest me bileta dedikuara për të ndjekur Zafest në Theth, për të qëndruar disa ditë sigurisht, pra për të konsumuar edhe pjesën turistike, i bashkohet dhe pjesës turistike sigurisht, por të vinë me destinacion për aktivitetin. Ne kemi disa aktivitete të tilla që ka grupe njerëzish, grupe turistësh të huaj sidomos, që vinë për aktivitete të veçanta. Dhe sigurisht kalojnë disa ditë në Shkodër apo në rastin e Zafest në Theth, duke konsumuar sigurisht edhe pjesën natyrisht turistike. Si do të akomodohen përderisa ju bëni një para planifikim të
ftuarve, njerëzve që vinë. Është e mundur që ky spektator të akomodohet për 2 net për shembull atje? Atëherë, kjo është pjesë që i takon në të vërtetë subjektit për të cilin me cilin ne bashkëpunojmë për pjesën e akomodimit të banorëve dhe qytetarëve të cilët do të ndjekin të marrin pjesë në këtë aktivitet, por bashkia ka vetëm pjesën e akomodimit të artistëve, pasi me pjesën tjetër organizative merren operatorët turistik. Le të shpresojmë që të ketë përsëri vëmendjen dhe interesin e mjaft artdashësve, por jo vetëm të turistëve, të banorëve të zonës, të sjellin element bashkohor të artit që mbështetet tek tradita. Ndërkohë aktivitetet të tjera me stadium që kanë krijuar traditë, siç është festivali i jazzit, përsëri do të ishte shumë e bukur të ndjekësh në rrugët e Shkodrës grupe që nuk janë vetëm nga Shkodra, por që vinë artistë të mirënjohur që zgjedhin Shkodrën atë vatër të këndshme të artit të hershëm, por edhe që pulson me të sotmen. Çfarë do të thuhet për këtë? Atëherë, festivali i jazzit këtë vit përkon me 10 vjetorin e Shkodra Jazz Festival, një aktivitet i cili është i njohur tashmë për qytetin e Shkodrës, që i dedikohet një violinistit shkodran, Rok Jakaj, i cili fatkeqësisht nuk jeton më, por një aktivitet i cili ka sjellë në Shkodër emrat më të njohur të muzikës jazz. Sigurisht edhe këtë vit do të ketë emra të jashtëzakonshëm që ne e kemi përnder të kemi qytetin e Shkodrës. Na janë propozuar disa instrumentista të kategorisë të parë të frymës. Do të vinë një trompist shumë i mirë në Shkodër, i cili është për herë të parë në qytetin tonë, por sigurisht kjo nuk do të jetë e fundit. Do të ketë artistë të tjerë të cilët vinë nga Austria, nga Italia, nga Anglia këtë vit, nga Amerika do të vinë një këngëtare, do të ketë nga Zvicra sigurisht, nga Gjermania. Besoj kjo është pak a shumë harta një gjeografi vërtet europiane, shumë që shkon edhe përtej Europës. Këtë vit ndryshe nga herët e tjera, i gjithë aktiviteti është zgjatur në kohë, do të zhvillohet për gjatë 2 javëve, do të fillojë me datën 17 gusht për të përfunduar me një aktivitet në teatrin Migjeni me datën 1 shtator. Pra ka një kozgjatje më të madhe se sa të viteve tjera, edhe në kuadër të vjetorit, por edhe në kuadër të një risie që tashmë bëhet i 3-ti vit që ky aktivitet sjell në Shkodër emrat më të njohur të qytetit tonë, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre artistik jashtë vendit. Prej 3 vitesh organizohet Rock Academy, e cila këtë vit do të vi edhe me një degë të tretë. Deri në vitin që shkoi kanë qenë 2 degë, pra dega klasike dhe dega e jazzit, ndërsa këtë vit shoqata Rok Jakaj do na prezantoj edhe me një degë tjetër, të cilën ata e kanë quajtur Ballkanika. Se çfarë do të sjellë ajo degë do e shohim në vazhdim, besoj. Sa bukur, interesante. Këto koncerte? Pra përveç dua të them, domethënë që shoqata me të cilin ne bashkëpunojmë për këtë aktivitet, shoqata Rok Jakaj, tenton ta sjellë Shkodra Jazz Festival jo vetëm për spektatorin, por edhe si një kontribut për perfeksionimin e të rinjve të cilët studiojnë muzikë përmes shkollës e cila Akademia e Jazzit drejtohet nga i mirënjohuri, shumë i mirënjohuri Markelian Kapidani, pianisti par excellence, duhet thënë. Për të vazhduar Shkodrani jon, sigurisht, për të vazhduar me një tjetër Shkodran tonin, violinën e parë absolutisht, Paçalin Pavacin, i cili drejton Akademin klasike. Pastaj thash, pjesën tjetër do të jetë surprizë, të cilën besoj se do e prezantoj edhe
dhe drejtuesit e shoqatës. Momenti kur ku do hapja. të jepen këto koncerte? Atëherë, koncertet janë planifikuar pak a shumë, do ju them disa nga ato, nuk do ju them gjitha, pasi do të ketë një prezantim zyrtar në ditën e hapjes të aktivitetit. Do kemi sheshet kryesore të qytetit, do të kemi vendet e trashëgimisë kulturore, të cilat janë planifikuar të organizohen disa koncerte, duke tentuar të promovojmë në këtë mënyrë edhe pasuritë tona të veçanta që kemi në qytetin e Shkodrës në lidhje me trashëgimin kulturore. Pastaj pjesa e akademisë do të zhvillohet pranë institucioneve tona të varësisë. Koncertet finale besoj se do ketë akses i gjithë qyteti për t'i ndjekur, pasi do t'jenë në sheshin kryesor Nën Tereza. Interesante dhe vërtet diçka cilësisht artistike. Bruna, do desha të dija, sepse gjithë këto veprimtari që ju organizoni dhe Winifredës, do desha të dija cilët janë partnerët tuaj me të cilët ju organizoni këto veprimtari dhe si mbani gjithmonë jo thjesht të freskëta, por evoloni lidhjet me këto partnerë në mënyrë që ata të sillin gjithmonë risi dhe të ketë gjithmonë interes të vazhdueshëm. Atëherë, partnerët kryesor të Bashkisë Shkodrës sigurisht janë institucionet kulturore dhe sportive. Në rastin do flas Winifreda besoj për pjesën e saj. Është epicendra e bashkëpunimeve tona janë institucionet tona të varësisë sigurisht. Për të vazhduar pastaj me subjekte kulturore, të cilat përzgjidhen nga një konkurim i hapur nga Këshilli Artistik i Bashkisë Shkodër, i ngritur në vitin 2016 pranë institucionit ton. Janë ato figura të cilat janë të përzgjedhura me shumë kujdes, besoj ju i njihni kush është pjesa e Këshillit Artistik Kulturor të Bashkisë Shkodër. Janë artist, sportist, ish aktor, janë njerëz me vlera që i kanë dhënë këtij qyteti për shumë e shumë vite kontribute të jashtëzakonshme dhe përzgjedhja nga ana e tyre e subjekteve kulturore nuk bëhet në emër të subjekteve kulturore, bëhet në emër të cilësisë artistike të projekteve, të cilat prezantohen pranë Bashkisë Shkodër përmes një procedure standarde që ligji e parashikon. Kështu që partnerët tanë të tretë, domethënë, përzgjedhen nga Këshilli Artistik. Dhe janë njësër shoqatesh, organizmash artistik dhe sportiv, apo jo? Janë njësër edhe organizatash, apo shoqatash, apo grupesh rinore të cilat paraqiten dhe kanë dëshirën me një projekt të shkruar, kanë dëshirën që të zhvillojnë një aktivitet. Shpeshherë në fakt na ndodh që përtej atyre që janë aktivitete zyrtare që edhe ne i parashikojmë gjatë vitit, ne kena edhe fatin që të kemi edhe shumë aktivitete të cilat edhe pse nuk janë parashikuar në buxhetin tonë, në kalendarin tonë të aktiviteteve, vinë dhe kanë dëshirën të zhvillojnë diçka dhe patjetër kanë edhe nevojën që Bashkia Shkodër nëpërmjet institucioneve apo nëpërmjet ekspertëve që ka ti mbështesë. Sepse shumë aktivitetet të cilat zhvillohen në qytet nuk janë thjesht aktivitetet që ne zhvillojmë sepse kështu e parashikon ligji, por janë edhe aktivitetet të cilat zhvillohen në bashkëpunim. Është e pamundur që dikush të realizojë një aktivitet, cilin do aktivitet në qytet pa pas edhe ndihmën apo mbështetja duhet patjetër. Mbështetjen do të ishte e pamundur. Kështu që ne përveç se gjatë këtyre viteve dhe këtij viti kemi qenë të hapur për t'i mirëpritur, kemi qenë po ashtu edhe shumë bashkëpunues mendoj që t'i mbështesim, që t'i ndihmojmë me aq sa kemi mundësi për ta zhvilluar aktivitetin. Kjo është edhe arsyeja pse në fund të vitit nëse ne bëjmë një listë aktiviteteve që kemi zhvilluar janë më shumë se ato që kemi parashikuar dhe kjo ndodh çdo vit dhe në fakt ky është një sukses. Buxhetet gjithmonë janë të pakta në krahasim me ato çfarë dëshirohet, apo jo? Sigurisht, ama buxhetet gjithmonë
gjithmonë janë të mirë strukturuara, janë të mirë organizuara, sepse duhet të themi edhe diçka tjetër, që vetë Bashkia Shkodër ka një strukturë e cila është mjaftueshëm e mirë për të pas partner nga baza, të cilët shkojnë deri lart dhe cilët bëjnë të mundur çdo lloj aktiviteti, qoftë ky kulturor, sportiv, rinor, pak rëndësi ka. Një aktivitet që ne po mundohemi ta zhvillojmë për herë të parë, të cilin e kemi buxhetu, po ashtu sigurisht, është edhe kinema verorja. Interesante. Sepse jo më kot unë ju falenderova për rikthimin në Radio Shkodra, por si Radio Shkodra edhe kinema verorja janë kujtime të fëminisë tonë, të prindve tonë, apo këtyne të rinjve që kanë dëshirë të dalin tashmë jashtë mureve dhe ta kenë qytetin për vete. Dhe për këtë arsye, për herë të parë Bashkia Shkodër do të organizojnë kinema verore të hapur. Ne akoma nuk e kena përcaktuar se cili do të jenë sheshi i mall, i cili do të mirëpres jo vetëm të rit, por edhe qytetarët patjetër, sepse një kinema e hapur është diçka e cila qytetit i ka munguar për vite e vite. Kështu që është një aktivitet, një risi mund të themi, dhe le ta shohim se si do të reagojmë. Natyrisht. Ndërkohë që, siç e thamë edhe më herët, është një stinë që përcjell veprimtari dhe shkon drejt veprimtarive të reja. Jo më kot po t'i drejtohemi mjaft anoncimeve, mjaft lajmërimeve që Bashkia Shkodër bën për pjesëmarrjen në një aktivitet të pritshëm që fillon me vjeshtën, siç është lulebora e famshme. Ne mund të hedhim vështrimin edhe mbi një perspektivë të afërt të këtyre veprimtarive, të cilat nuk stopojnë me stinën, përkundrazi lidhin stinët dhe krijojnë një vazhdimsi. Sigurisht. Atëherë në fillim të shtatorit fillon stina e 3 mujorit të fundit të aktiviteteve. Do e fillojmë me hapjen e sezonit artistik në Teatrin Migjeni, për të vazhduar më pas me një aktivitet pak më të hershëm se festivali Lulebor, i cili është Ahengu Shkodran. Këtë vit do të kemi Ahengu do të përcjellet tek publiku gjatë 2 ditëve. Gjatë 2 ditëve përmes risive të cilat kam dëshirë t'i lë surprizë për momentin. Kjo aktivitet realizohet në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Peter Gaci, si çdo vit. Dhe koncerti përmbyllës pastaj do të jetë edhe kulmi i Ahengut Shkodran, një ndër pasuritë tona më të çmuara shpirtërore. Dhe për të shtuar tek ky aktivitet do thoja që është shumë entuziaste pjesëmarrja këngëtarëve të rinj, krahas këngëtarëve të traditës që tashmë kanë vjushmërinë e tyre në vite, ardhja e shumë këngëtarëve në këtë skenë të këngës popullore vërtet tregon për një vazhdimsi dhe interes që kanë të rinj të rreth këngës popullore. Ky ka qenë edhe qëllimi i parë i këtij lloji aktiviteti, për të lënë një pasuri të hershme për ta përcjellë atë tek brezat e ri. Dhe besoj se vitet e fundit ka rezultuar pozitive. Mjaft mirë. Megjithatë, nuk mbarojmë këtu. Teatri Migjeni do të ketë disa vënje në skenë. Presim të shohim në Teatrin Migjeni një rikthim të teatrit të kukullave, por unë nuk do flas më gjatë për shfaqjet e Teatrit Migjeni, pasi janë disa plane të cilat besoj se do të realizohen në këtë 6 mujor të dytë të vitit. Për të vazhduar, siç thatë edhe ju pastaj, me festivali Lulebor, i cili tashmë po rikthehet një traditë e humbur, e cila për shumë e shumë vite kishte heshtur në Shkodër, por nuk mund të hesh një traditë e tillë në Shkodër. Pasi Shkodra ka një burim frymëzimi për këngën e saj, sa unë dua të them vetëm një detaj të vitit të parë të realizimit të këtij festivalit, kur u mblodh një tavolinë ekspertësh për të diskutuar në lidhje me është buxhetuar ky aktivitet, si do e bëjmë këtë aktivitet. Kishte nga ato zëra që thonin nuk bahet man Shkodër. Sepse forcat krijuese
Kanë lëvizur. Kanë lëvizur, nuk janë më në qytet. Nuk kemi kontribu për kriju të rinj. Dhe dikush e mori përsi për të rrezikonte. Dhe jemi sot, domethënë, në edicionin e 4, i cili vjet për shembull fitoi Tonin Tërnaku i cili jeton në Itali. Pra është një shkodran shumë i mirë i këtij vendi, një muzikant i cili vazhdon të jetë muzikant edhe përtej kufive. Kjo është karakteristike, sepse këto aktivitete janë në Shkodër, janë për Shkodrën, por jo vetëm, por mbledhin në Shkodër, jo vetëm artistët që jetojnë këtu, por edhe të tjerë që kanë shtektuar dhe rrënjët i kanë këtu. Sigurisht, dhe vinë me një kënaqësi shumë të madhe. Madje fillojnë që nga muaji shkurt mars dhe do jetë Lulebora këtë vit. Dhe kjo është arritja më e madhe e atij festivali. Të bësh një festival natyrisht është një impenjim shumë i madh. Sigurisht ai festival është unik në llojin e vet, jo vetëm për muzikën që përcjell, por për mënyrën e organizimit të tij. Është një festival që në çdo element të tij është live. Ka një orkestër e cila çdo vit poshtohet, e cila luan live. Nuk ka eksperiencë të tillë në festivalet e tjera dhe kjo është një ndër arritjet, mund të them, më të mëdha që ky festival ka. Aktivitete dhe dëshirë për të ndjekur. Po. Natyrisht Vera ka sallat e hapura dhe në vazhdimsi përsëri njerëzit mund të shkojnë drejt ndjekjes së artit, të pasioneve të tyre për artin, për sportin, për aktivitete gjithëpërfshirëse të cilat e pasurojnë jetën tonë, bëjnë që ato pasditet të mos jenë thjesht monotone. Nuk janë në Shkodër, sepse natyra është e mrekullueshme dhe mund shijosh çdo gjë, por do ta pasurojnë me gjithë këto veprimtari. Unë ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër dhe atë këtë panoramë të mrekullueshme të veprimtarive dhe atë këtë puls që kultura arti në Shkodër e ka gjithmonë, e ka patur dhe besoj do ta ketë. Dhe s'na mbetet gjë tjetër veç se suksese artistëve, suksese punojësve të kulturës dhe ndjekje mjaft të mirë për spektatorët dhe ardashësit shkodranë. Faleminderit Brunilda, faleminderit Winifreda. Do takohemi mbase në veprimtari të tjera përsëri për të folur rreth këtyre impulseve që japin mjaft kënaqësi artistike, por jo vetëm. Faleminderit edhe një herë.